mentaliteti arbitrar i marrjes së votës me zër nuk ka vend në një sistem demokratik. Ne jemi të gatshëm të votojmë një kandidate ose një kandidat i cili nuk ka prapa vetës një histori të përçarjes për dhe dështimeve siç i ka kandidati aktuale e cila dështoi për herën e tretë. Vërtet tashmë kjo situatë është përkeqardhje dhe ne përshqasim në një fazë që asnjëherë si ka ndodhur Republikës Kosovës. Kanë kalu 73 ditë prej përfundimit zgjedhjeve. Këto zgjedhje dhe që është dashur me marrë një mandat edhe për themelimin e qeverisë dhe ne ende nuk kemi institucione të themeluara, të buruara nga verdikti i qytetarëve nga zgjedhjet e nëntëshkurtit, sepse lëvizja vetëvendosje cilës i takon ta propozoj kryetarin e kuvendit ka vendosur që ta mbajë peng shtetin për shkak të tekeve të tyre për një emër të përveçëm. Unë e përsëris atë që e kem thënë si Partia Demokratike të Kosovës edhe para 2 ditësh. Lëvizja vetëvendosje i takon ta propozoj kryetarin. Nëse i ka votat dhe ka kriju shumicën parlamentare, atëherë mundën me zgjedh kënd të dëshirojnë, por nuk mundën të imponojnë për votuesit, për deputetët e opozitës, emrin ashtu siç po kërkojnë. Mentaliteti arbitrar i marrjes së votës me zër nuk ka vend në një sistem demokratik. Ky mentalitet që ne kemi pa të shpërfaqur edhe në zgjedhje nuk kalon. Sepse edhe në zgjedhje, vetëm që nështë as kam pas ofertë, po kam pas kërkesë, ka qenë lëvizja vetëvendosje që kërkon të numër të votave. Edhe sot po vim për na i kërkojnë votat neve. Nuk merret vota me zër. Ne jemi këtu, do të ishim të gatshëm edhe sot me shqyrtu një kandidaturë tjetër, jemi të gatshëm mos me prit 48 orë, sepse s'është obligative me shku 48 orë. Rregulloria thotë jo më vonë se 48 orë. Do të kishim mund me u taku prap nesër, kishim mund me u taku prap masdite. Le të sjellin një kandidat apo kandidate që vërtet mund të jetë më e pranueshme për opozitën. Dhe ju e dini që tashmë një nga kolegët e mi opozitar, nga ajo që kam dëgjuar, ka dhënë propozim për 2 emra caktuar. Sikur të dënte lëvizja vetëvendosje me zhblloku situatën, ata tash e dinë saktësisht që s'po ku 2 kandidat nga grupi tyre parlamentari marrin votat e mjaftueshme. Por, po duket që qëllimi tyre është me vazhdu blokadën, për çka shpreh keqardhje dhe realisht jemi në një situatë nga e cila duhet të dalim, por që hapi i parë takon pikërisht lëvizjes vetëvendosje. E para punës ky takim është pa mandat, sepse po vazhdon në njëjta logjik e thirrjes së takimeve konsultative, të cilat nuk i takojnë kryesuesit së seancës. Por pikërisht duke mundu me dhoni kontribut për dalje nga kjo situatë, ne kemi marrë pjesë aty. Po ka qenë një takim nga i cili s'ka asnjë produkt. Ka qenë takim i këtij mentaliteti që po e them, të imponimit, të arbitraritetit, të idesë që na kondojmë me qesëm një s'keni çare pa votu. Po jo se në asnjëherë, krejt ju ja përgjigje, asnjëherë në historinë e këtij kuvendi nuk ka ndodhur që shumica parlamentare, në këtë rast nuk ekziston, po ati që ka taku propozimi për kryetarin e kuvendit, me kërku me imponim, me marrë votën e opozitës. Kur nuk e kanë votu, asnjë nga kandidatët e kaluar kur kanë qenë në opozit, pikërisht lëvizja vetëvendosje. Dhe ne nuk kemi dalë të më thonë s'keni çare, sepse obligimi i të parit është me kriju shumicën parlamentare. Këta s'kan shumicë parlamentare. Kjo është evidente. Sepse po shihet që as 60 nuk i kanë, jo 61. Janë 57, është hera e tretë. Shikoni nëse 3 herë nuk i merr votat, me çfarë logjike dojnë më ardhë mas nesër tash me na e thonë edhe një herë emrin e njëjtë. Është fyrje për këtë institucion, është fyrje për qytetarët, sepse është vazhdim i qëllimshëm i bllokadës. Ne jemi të gatshëm të votojmë një kandidate ose një kandidat i cili nuk ka prapa vetës një histori të përçarjes për dhe dështimeve siç i ka kandidati aktuale e cila dështoi për herën e tretë. Ai nuk më takon mu me adhon propozimin, sepse menoj që veç i kisha bo dëm. Jo keni po, momentin që del dikush e propozon për neve, thujmë që kjo është i pranueshëm, këta pastaj frikojnë me linçojnë mbrana ose e shtin me reagu ose kërkojnë. Në asnjë mënyrë nuk ka asnjë
rregull kushtetues në Republikën e Kosovës që imponon votën e deputetëve. Mandati i deputetëve është i lirë. Mandati është i lirë për deputetët. Deputetët duhet votojnë, pra kundër të abstenojnë, po mandati është i lirë. Kushtetuta e Republikës Kosovës e ka përcaktuar këtë dhe kushdo që tenton me ja imponu vullnetin tjetrit, në këtë rast deputetëve zgjedhur, bën, si më thoni, largim prej frymës të kushtetutës. Faleminderit shumë, mirupafshim.